Në ditën e tretë të aksionit në udhënish të Pogradecit, i nuk shembi 9 objekte buzliqenit, por avokati i popullit i kërkoi inspektoriatit të pezullojë vijimësinë e aksionit dhe të respektojë procedurat. Pasi akuzëve ende nuk është vënë në dispozicion një akt administrativ që do të mund të shprehet mbi objektet e tyre, duke ju mohuar të drejtë e njoftimit dhe ushtrimit të një mjeti efektiv të ankimimit, qoftë edhe të vendimit të marrë nga INUK për prishjen e këtyre objekteve. Avokati i popullit ka rekomanduar pezullimin e çdo veprimi të menjëhershëm ndaj objekteve të banorëve të udhënishtit, për të cilin nuk janë respektuar procedurat ligjore të njoftimit të akteve. 2. Marrjen e masave administrative për vënien në dispozicion të akteve që lidhen me procesin e prishjes së objekteve të banorëve në zonën e udhënishtit, me qëllim garantimin e të drejtësisë së ankimimit në organet gjyqësore. Por sipas kryeinspektores së INUK Dallën Dyshebici, aksioni po ecën me sukses dhe ka gjetur bashkëpunimin e qytetarëve, ndaj edhe i ka dërguar avokatit të popullit mesazhin se fadromat nuk do të ndalen. Megjithatë, jo vetëm rekomandimet e avokatit të popullit, por të çfarë do lloj institucioni në Republikën e Shqipërisë do të merren parasysh, sepse inspektoriati jonë është një inspektoriat që vepron mbi bazën e ligjit, garantoi qytetarët dhe avokatin e popullit që të gjitha rekomandimet do të merren parasysh, sipas legjislacionit në fuqi. Nga ana tjetër, vetë banorët e prekur nga aksioni e denoncojnë atë si të palishëm. Ja ku është certifikata e ndërtimit, ja ku është dhe certifikata e tokës, ku është ndërtuar kjo pronë. Ku është pronë private, është tokë me ligj 7501 dhe ndërtesa është e hipotekuar me të gjitha rregullat, me lejë ndërtimi, me projekte, nxirrat projekte, me lejë ndërtimi, me projekte, me të gjitha. Unë nuk e kuptoj. A ka të drejta ky popull s'ka? Të lajmërohet komuniteti në qoftë se vlerë shponsohet e betet i tij. Aksioni i nuk pritet të vazhdojë dhe disa ditë të tjera, ndërsa të njëjtën pritet shembja një godine 6 katëshe me shpërthim të kontrolluar.